Atëherë dashur, do ndjekim, do bisedojmë mbi një temë shumë interesante, mendoj unë, paka shumë kujdesën digjitale të qytetit të Tetovës, muzeun virtual të këtij qyteti. Dhe për biseduar më shumë mbi këtë temë, kam të ftuar përmes platformave online sot Luisa Residin, e cila është pjesëtare e ekipës marrëdhënieve me publikun të këtij muzeu apo PR. Përshëndetje Luisa, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje nderuar, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, flasim pak, nuk e di sa kohë keme muzeun, gjithsesi do doja dija pak më shumë mbi gjithçka, le të themi, mbi fillimin e muzeut, mbi lindjen e idesë apo krijimit të këtij muzeu në përgjithësi. Po, unë jam në pjesëtare e muzeut ka gati 1 vit e gjys. Prej pak kohë jam në bordin drejtues. Muzeu është krijuar që në dhjetor të vitit 2020. Ajo ka lindur domethënë si një nismë për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të Tetovës, pasi që ka qenë edhe si një nismë për të zbardhur këtë realitet i cili ka qenë i fshehur nga shumë institucione, siç është edhe vetë Muzeu i Tetovës, i cili nuk përfshin gati as pak nga historia shqiptare. Pastaj, 2 vite më vonë, në vitin 2020, organizata Huta, e cila ka krijuar domethënë Muzeun Virtual të Tetovës, regjistrohet si organizatë jo qeveritare dhe desha të them diçka rreth emrit Huta. Pra emri Huta rrjedh nga një është një lloj i pushkëve i cili është krijuar në Tetovë në kohën e Perandorisë Osmane dhe kjo domethënë e vërteton identitetin e madh që ka Tetova si vend dhe kulturën e saj. Domethënë kjo ka qenë ky boshllëku që keni menduar që do mbushet përmes muzeut apo jo? Po. Dhe dua di pak se si reagoi komuniteti në përgjithësi kur e lansuat për herë të parë muzeun. Edhe pse unë nuk kam qenë fillimisht kur është lancuar, kam dëgjuar se është pritur shumë pozitivisht. Edhe unë vetë si qytetare të Tetovës e kam parë se është një nismë e cila na bën të njohim më shumë historinë e vendit tonë, na bën të njohim fakte të cilat kanë qenë të mbuluara apo edhe fakte aq të personale të cilat kanë ndajtur ndjekësit me ne, saqë të gjithë kemi mësuar diçka të re nga njëri tjetri. E kam pritur shumë pozitivisht. Çfarë tregon kryesisht apo në përgjithësi muzeu? Tregon vetëm mbi faktet, historinë, ndan foto mbi qytetin e Tetovës apo përfshim edhe nga krajina të tjera dhe në përgjithësi historinë shqiptare? Pra Muzeu i Tetovës është i gjithanshëm. Mundohemi nga të gjitha sferat të përfshijmë diçka. Domethënë misioni ynë është të dokumentojmë dhe promovojmë trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të Tetovës dhe këtu hyjnë shumë gjëra. Gjithashtu ne mundohemi që përveç historisë të prekim edhe pjesën e artit, pjesën e kulturës, pjesën e mbrojtjes shtëpive të vjetra në Tetovë, mbrojtjen për shembull të xhamisë së Pashës dhe monumenteve të tjera kulturore që ekzistojnë në Tetovë. Ka ndodhur rast që ndoshta me që jemi tek mbrojtja, kur vetë ndoshta ndonjë iniciative juaja apo ndonjë kërkesë juaja edhe është realizuar dhe ka ndikuar tek mbrojtja këtyre objekteve apo monumenteve? Po, ka pasur disa raste në të cilat është mbrojtur nëpërmjet kërkesave tona, por jo si kërkesa individuale, por si kërkesë e gjithë qytetarëve, të cilët janë ngritur gjithë për Si duket kemi pak probleme teknike me Luisën, gjithsesi besoj që do rikthehemi shumë shpejt. Në ndërkohë, siç po flisnim, kemi të bëjmë me Muzeun Virtual të Tetovës, i cili ndan foto, ndan fakte, ndan shumë informata në përgjithësi për ndjekësit e saj, ndoshta edhe fakte apo historira që ne nuk i dinim në përgjithësi që kanë ndodhur, dhe unë me sa e di, po që besoj edhe do të diskutojmë tutje, të gjithë kush është interesuar të dërgojë apo të informojë muzeun edhe të tregojë ndonjë histori apo foto që muzeu nuk e posedon, është lirisht e ftuar dhe ka hapësirë për t'i dërguar këto dhe ta pasurojë le të themi muzeun dhe gjithçka që pasqyron ai. Gjërsa presim Luisën, do ndjekim një blog publiciteti dhe rikthehemi sërish në studio.
Nëse keni lokal, hotel apo hapësirë biznesi, ja ku është zgjidhja ideale. Në salonin e ri të KP Chairs në Vizbek, në rrugën e Kaçanikut, do të gjeni tavolina dhe karrige moderne, cilësore dhe të personalizuara. Zgjidh midis qindra modeleve, për çdo stil e shije. Madje mund të krijosh edhe dizajnin tënd. Transformo ambientin tënd me karrige që do të pyesin të gjithë. Ku i ke gjetur? KP Chairs, trendi fillon këtu. Universiteti ëndrave tuaja po ju pret. Formosoni të ardhmen tuaj me departamentet tona, 26 programe bachelor, 20 master dhe 7 doktoratur për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik keni mundësinë të ndiqni 2 programe njëkohësisht dhe të fitoni një diplomë të dyfisht. IBU ofron më shumë se 50.000 metra katror hapësirë kampusi, duke e bërë atë kampusin më të gjallë dhe më miqësor për studentët në Maqedoninë e Veriut. Ne mbështesim arsimin tuaj, shpërblejmë arritjet tuaja në shkollën e mesme dhe ofrojmë bursa deri në 100%. Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, për sosmëri për të ardhmen. U rikthyem dhe besoj se tani jemi në rregull dhe kemi prapë Luisën në linjë. Atëherë Luisa, nëse nuk gaboj, sepse unë vetë ndava diçka me shikuesit, më korrigjo nëse jam gabim, muzeu është i hapur apo jo, ndaj le themi kujdo që dëshiron të dërgoj foto apo histori apo le themi ta pasuroj më shumë muzeun? Po, janë të gjithë nëse të mirë se ardhur që të na shënojnë si në rrjetet e Instagramit, të Facebookut, si në emailin i cili është në webfaqen zyrtare të muzeut. Pra, ndjekësit janë ata të cilët janë duke pasuruar dhe janë duke na dhënë neve motiv që të vazhdojmë të tjerë. Pasi që ende nuk jemi në zyra fizike, për të arritur në zyra fizike na duhet tepër mbështetje dhe në aspekte të tjera, prandaj ne presim që deri në vitin e ardhshëm të arrijmë që të hapim edhe zyra fizike ku mund të vendojmë disa pjesë të kulturës sonë, veshje tradicionale, enë të vjetra, instrumente muzikore, ku gjithë nga e mbar Maqedonia dhe Shqipëria, Kosova të vinë të na vizitojnë. Domethënë është në plan të kalojmë edhe në lokalitet fizik, apo jo? Jo të mbesim vetëm muze virtual. Mendohet të ndërtohet, le themi, si një muze, apo të paktën të ketë diçka fizike ku të gjithë të referohen? Mendojmë se muzeu ka nevojë edhe për leje speciale, po mendojmë vetëm një zyrë fizike në cilën ne mund të jemi më afër qytetarëve. Domethënë për gjithë ata që duan ta pasurojnë muzeun dhe po ashtu të jenë ndoshta të kontribuojnë në një formë apo tjetrën, ju thoni që janë të mirëseardhur apo jo, të ju dërgojnë gjithçka që munden dhe duan në rrjetet e juaja sociale. Nuk e di nëse më dëgjon? Po, i dëgjoj. Dua të di në vazhdim se cila është sfida më e madhe e muzeut dhe e paraqitjes së këtyre fakteve dhe historisë dhe gjithçka që muzeu mundohet të na tregojë. Sfida më e madhe mbi të gjitha është edhe mbështetja institucionale. Pastaj sfida tjetër është edhe inskenimi i dokumenteve dhe nxjerrja e dokumenteve të cilët janë shumë të rëndësishme për historinë tonë në rrjetet sociale, do të thënë përpunimi i tyre, se janë në gjuhë të ndryshme, të cilat ne për momentin nuk arrijmë që t'i zbërthejmë të gjitha, dhe po ashtu edhe gjetja e fotografive, videove të vjetra, pasi deri tash kemi postuar shumë, mirë po nevojitet që materialet të kemi gjithmonë sa më të vjetra dhe të jenë përmbajtësore. Është vështirë të gjinden këto fakte, po ashtu të transmetohen tek audienca, sa është rëndë që faktikisht flasim të sigurojmë fakte reale dhe të vërteta? Të them të drejtën është shumë rëndë, pasi që nevojiten më shumë historianet në lok, të cilët janë pjesë e grupit tonë, mirë po janë shumë kolaborativ edhe ndjekësit tanë, cilët na ndajnë edhe histori personale të gjyshërve të tyre, të prindërve të tyre, pastaj
mendoj që është rënd për gjetur materiale reale, pasi që mund të shtrembrohen nga gjenerata në gjenerat, mirë po më rëndësishme është që të kuptohet ajo që ka ndodhur në të vërtet dhe të prezantohet ajo pjesa e erët e historisë, të cila është mbajtur, do me thënë, fshehur deri tash, të rritë të kuptojnë se çfarë ka përjetuar gjenerata e vjetër për të arritur deri këtu, deri për drita që ne jemi duke i shijuar tash, dhe mendoj se deri diku ja kemi arritur. Ka elementa akoma, ndoshta që po i përpunoni tash të trashëgimisë të tovare që për publikun ndoshta që ndrojnë akoma të panjohura dhe po siguroheni që t'i sjellni në vëmendjen e tyre? Po, kemi disa materiale të ndene që kemi postuar, kanë të bëjnë me lojrat e vjetra, këngët e vjetra, fjalë popullore, këto janë disa pjesë më interesante të cilat jemi duke përpunuar nga një libër, po ashtu këtë vit jemi koncentruar shumë edhe në pjesën e zbulimit të historisë së fshatrave nga një libër i profesor doktor Ismet Krosit, të cilën ne i përpunojmë ato materiale dhe i postojmë për një fshat. Kjo ka shfaqur interesim shumë të madh nga ana ndjekëse, sepse nga secili fshat të cilët janë ato, edhe vetë nuk e kanë ditur deri sot historinë e vërtet të fshatit të tyre, apo edhe disa pjesëve të Tetovës. Dhe kjo e bën edhe më interesante se ne punojmë, po nga ana tjetër i ofrojmë ndjekësve tanë apo pjesës tanë një diçka që është shumë e nevojshme për kohën tonë, pasi që jo vetëm gjithçka mund të zëvendësohet me inteligjencën artificiale në këtë rast, e cila është shumë aktuale, por na duhet një pjesë e historisë, e cila na bën atë që jemi sot. Fiks, këto që thua, domethënë në lidhje me fshatra, do i shohim të publikuara në rrjetet sociale apo te ky libri apo ndonjë projekt tjetër që do na vijë në vijim nga muzeu? Janë të publikuara në rrjetet sociale dhe punohet vazhdimisht që të skenohen nga libri dhe të postohen, domethënë tek muzeu. Dua di pak edhe mbi procesin zgjedhës, le të flasim, dhe kriteret që muzeu ka, sepse besoj që interesim për t'i dhuruar muzeut histori apo foto dhe gjithçka tjetër, video ka shumë. Si është procesi i zgjedhjes i muzeut dhe po ashtu edhe kriteret ndoshta që mban për ta informuar audiencën sa më mirë dhe me fakte sa më të vërteta? Pra, për zgjedhur fotografitë dhe historinë të cilën ne do ndajmë, ka disa kritere, mirë po jemi shumë objektiv në atë që e zgjedhim atë që është e përshtatshme, pasi që jemi një shtet multikulturor, ne respektojmë çdo kulturë, çdo etnitet dhe mundohemi që të mos nxisim gjuhën e urrejtjes, të respektojmë çdo etni me të cilën bashkëjetojmë, dhe kjo është një pjesë më interesante sepse ne përkrahas historisë, e cila ka të bëjë po me këtë, ne mundohemi që të jemi gjithmonë me integritet tepër të lartë dhe të jemi të respektueshëm në gjitha palët, dhe kjo është edhe kriteri kryesor për muzeun gjatë postimeve të tyre. Pastaj kriteret tjera të shohim nëse fotografitë janë të vërteta, nëse videot janë, domethënë, përmbajtësore dhe kështu me radhë. Shohim sidomos tek brezat e rinj interesim për muzeun, besoj pasi është dhe le të themi një formë kujtese digjitale, besoj që tërheq akoma dhe më shumë. Po, brezat e rinj kanë shumë interes në rrjetet sociale, por në këtë rast jemi habitur, ndoshta nuk është edhe për t'u habitur, por kanë shfaq shumë interes në muzeun virtual të Tetovës dhe ata na japin mbështetje tepër të lartë, bile shumë në rasteve ata bile janë tepër të interesuar për historinë e tyre, historinë e pasardhëve të tyre, bile ju vjen shumë interesant ndoshta kur është dikush i familjes së tyre mestar në atë historinë në cilën ne kemi ndajtur, apo nga ndonjë pjesë e qytetit në cilën ne kemi nxjerrë një fotografi, ata bile interesohen edhe më shumë. Ne mundohemi që të bëjmë edhe kuize interesante, ndonjë histori të shkurtër që nuk është e bezdisshme për ta lexuar për të rinjt. Sepse ne e dimë që të rinjt, si dhe shumë gjenerata tash, janë non-stop në rrjetet sociale dhe kjo mendoj se Muzeu Virtual i Tetovës e bën një hap më shumë rreth asaj të sjell librat e historisë në rrjetet sociale. Muzeu në Sunuga Boj nuk ka ndenjur, le të themi, vetëm në aktivitetin e tij virtual, po keni pasur ko pas kohë edhe aktivitete të tjera, apo jo?
Po, ka pasur aktivitetet e tjera, gjithashtu pritet të kemi edhe 2 aktivitete në vjetor. Njëra është për 5 vjetorin e muzeut virtual të Tetovës dhe e dyta është në pllakën përkujtimore të Mehmet Pash Derallës, ne kemi rinovuar, e cila është Arabati Babateqe, aty. Ajo ka qenë e prishur, tash ne kemi rinovuar dhe presim që të bëjmë një manifestim tash në vjetor për rikujtimin e tij. Kurse për rastin e 5 vjetorit, sepse është një datë e rëndësishme që do na shënohet, çfarë presim, çfarë manifestimi apo aktiviteti do kemi? Besoj që pasi që nuk kemi shumë edhe mbështetje të tjera, të jetë një event modest, po që të përfshijë të gjithë pjesën për klasit tanë më të mëdhej, të cilët janë ndjekësit tanë, të përfshijmë gjithë antarët e shoqërisë nga pak dhe gjithashtu të ndajmë shumë histori të bukura, pjesë të muzeut, si ka arritur muzeu deri këtu. Dhe kështu me radhë. Do jetë i hapur ndoshta për gjithë ata që do kenë Po, do jetë i hapur për gjithë. Po, domethënë kushdo që ka interes apo dëshirë mund t'ju bashkangjitet në festimin e 5 vjetorit. Patjetër, mezi i presim. Meqenëse edhe po i afrohemi fundit të bisedës dhe po përmendim brezat e rinj dhe po ashtu ti vetë në moshë të re dhe nuk ke shumë kohë me muzeun, dua të di se çfarë motivoi ty që të bashkohesh me këtë projekt. Unë prej kur e kam muzeun, kam qenë një ndjekse, dilja non-stop në top ndjekësit e parë, kam qenë shumë e interesuar. Jo vetëm se ndanin një histori, por se edhe ishin afër qytetarëve. Ata i dëgjojnë, domethënë, edhe kërkesat e qytetarëve dhe tash si organizat jo qeveritare, ata mundohen që t'i dëgjojnë dhe t'i zbatojnë nevojat e të gjithëve, domethënë. Dhe kjo më ka bërë të motivohem edhe më shumë pasi që t'jem gjithmonë në rrjedha të historisë, çka ka ndodhur në Tetovë, si kemi arritur ne deri këtu, dhe pastaj që të përkrahen qytetarët në iniciativat që ata duan të iniciojnë, por nuk kanë një trup i cili do ju udhëheq. Ka pasur, le të themi, ndonjë foto apo histori apo ndonjë moment në veçanti kur ti the që okay, tani është momenti kur unë dua t'i bashkangjitem muzeut? Ka pasur shumë raste. Tash nuk dia të ndaj një i cili është më i veçantë, por mund të them që pjesët e pandërprera të muzeut për të mbrojtur kalanet e Tetovës, Arabatin, pastaj xhaminë e Pashës, kjo pjesa e mbrojtjes së shëgimisë kulturore dhe shpirtërore është diçka shumë e nevojshme për qytetin tonë. Dhe kjo ishte më shumë ajo, pjesa që më motivoi patjetër të jem pjesë. Si e sheh qoftë ju apo edhe në përgjithësi ekipa rolin e muzeut në të tilla iniciativa, po edhe le të themi edhe rëndësinë e nismave të tilla kur kemi të bëjmë me mbrojtjen e monumenteve dhe objekteve kulturore? Ne mundohemi që gjithmonë të jemi në rrjedha edhe me projekte, ndoshta ndonjëherë ndonjë projekt nuk na ka shkuar ashtu siç duhet në procesin e pranimit, mirë po ne kemi gjithmonë jemi munduar të jemi proaktiv, gjithë grupi Muzeut Virtual, të cilin nuk dua ta përshëndes shumë dhe të cilët janë gjithmonë jo vetëm për mbrojtje dhe trashëgimi kulturore, por jemi si miq tepër të afër me njëri tjetrin. Mirën e qytetarëve të Tetovës. Për mirën e qytetarëve të Tetovës dhe e shoh që ne mundohemi të bëjmë diçka, por kjo do arrihet gjithçka dal nga dal, pasi jo gjitha projektet funksionojnë në herën e parë. Do duhet shumë etapa të i kalojmë dhe normal sfida, por shpresojmë që të arrijmë edhe besimin e institucioneve, pasi që ne në të vërtet dëshirojmë vetëm të mirën e të gjithëve, të mirën kolektive dhe ajo është. Unë ju përshëndes po ashtu shumë të gjithëve, ty e dashur shumë edhe ekipën po ashtu dhe të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi tjerë sot me ne, vërtet në atësi që të kishe edhe shumë suksese, jo vetëm në këtë 5 vjeçar, po dhe tutje. Dhe uroj të kaloni sa më mirë edhe në manifestimet të juaja të këtij viti dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera biseda. Ju faleminderit shumë. E tash të dashur, si që sekëm fillimisht, për këdo që dëshironi apo keni interesim ta pasuroni Muzeun Virtual të Tetovës, ju lirisht mund të dërgoni informacione, foto, historira dhe shumë gjë faktikisht që posedoni mund ta dërgoni në rrjetet sociale të muzeut. Me kaq që përshëndes dhe për sot, duke ju uruar një pazite dhe po ashtu edhe
ditë të tjera sa më të këndshme deri në takimin ton të radhës që është dita e premtë në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.